Përshëndetje, jemi sot në episodin e dytë të podcastit tim Your Turn, aty ku politika dëgjon dhe të tjerë të ftuarit flasin, kritikojnë, japin dhe këshilla apo mendimet e tyre. Unë sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem një mikun tim, gazetarin e njohur, analistin e njohur, zotin Arion Sula, që vjen në podcastin tim për herë të parë, po jo të fundit, shpresoj. Si e? Mirë se gjeta dhe suksese. Mirë se erdhe. Me këtë iniciativë të re dhe shpresojmë që të ketë të arrijë qëllimin për cilin e ke ideuar dhe filluar. Shumë faleminderit. Pra politika të dëgjoj ndonjë gjë nga pjesa tjetër e medias apo e shoqërisë civile apo e aktivistëve, intelektualëve. Se ne kemi smundje. Për cilët besoj do t'i ftosh. Po patjetër. Ne kemi dhe smundje që vetëm flasim edhe në shtëpinë tonë sa flet o mam. Thot mami thot, sa flet o mam thot. Arion, në gjithë diskutimet që janë bërë ndër vite, media ka pas peshën e vet gjatë gjithë kohës, por dhe influencën e vet edhe në politikë bërje. Diku mirë, diku keq. Çfarë ndryshimi ka, po themi, në 10 vitet e fundit roli i medias në Shqipëri? Fatkeqësisht, për të thënë fillim pastaj ndoshta e shtillojmë, media e ka humbur funksionin e vet. Media nuk është më përcjellësi i informacioneve reale, të vërteta, nga klasa politike, posaçërisht qeveria e cila ka fokusin kryesor, te publiku, e para nuk e bën më këtë rol, e bën 5%, 10% për gjëra që nuk ka rëndësi fare, që janë shumë fishon deklaratat dhe propagandën e qeverisë në përgjithësi po flasim, ka dhe përjashtime, po them, nuk bën rolin e watchdogut që duhet bënde, të kontrollit të qeverisë, të verifikimit, të mbajtjes përgjegjës të atyre që marrin vendime për këtë vend dhe për jetën e këtyre njerëzve, shqiptarëve. Dhe me keqardhje them që ka dalë nga funksioni vet dhe ka dalë nga misioni i vet. Media sot është kthyer në shumtën e rasteve në një mjet i cili bën propagandën në shumicën e kohës të kësaj mazhorance të qeverisë. Dhe ky është dhe në raste kur duhet të spinoj, të rrotulloj, të ndryshoj një agjendë dite, një çështje dite, një aferë të qeverisë, një lajm të keq që vjen nga Bashkimi Evropian ose një lajm jo të mirë për Shqipërinë për që vjen nga Bashkimi Evropian, bie pre ose është e pafuqishme, është krijuar vetë sistemi që ajo ta përcjellë atë lajm sipas spinit të mazhorancës. Kjo vjen si gati, po e mbylla, gati, ne sot vuajmë në sistemin e kapjes së medias nga qeveria dhe në disa raste edhe nga biznesi i cili arrin bizneset veçanta, apo edhe kemi edhe happy fenomenet vogla, do t'i quaj, po rastet të tilla dhe nga krimi organizuar dhe ky është një problem shumë i madh. Kjo ka ardhur si pasojë, po themi, përgjegjësisë e medias vet apo është përgjegjësi e politikës me presionin që ka ushtruar ndër vite, po themi, nuk po them vetëm këto vite, po ndër vite. Është presioni i politikës apo presioni se duhet ketë një arsye që pse një gazetar do donte të lëshonte për shkak, pse një media do donte të lëshonte pushtetin. Të dilte nga funksioni vet, të lëshonte pushtetin, nuk është më funksioni i vet, të lëshoj pushtetin. Pra, si e shikon ti, vjen si përgjegjësi e mungesës së drejtësisë apo të llogaridhënies apo të është e dyanshme, por është e dyanshme sigurisht për pjesën më të madhe unë e kam ndarë që është politika ajo që ka kaluar kufirin e vet në demokraci të check and balance me kontrollin dhe balancat me monitorimin ka rëzuar instrumentat, kjo majorancë ka rëzuar instrumentat e kontrollit dhe të balancës të monitorimit të llogaridhënies. Dhe media është pas drejtësisë, pas institucioneve pavarura është e dyta e treta. Pra kemi qeverinë, institucionet e pavarura, parlamentin
kemi në bazë drejtësisë kemi media. Kemi 3 pushtete, media është i 4-ti. Të kapura këto, të vendosura në sistemin në sistemin jo demokratik ose autokratik, siç ka dalë dhe fundit autokraci lokale, emri i sakt, sepse ka pasur një debat, jemi regjim diktatorial, jemi autokraci, jemi po jo demokraci hibride. Instituti jo pak i njohur di vend së fundi para një muaj tha që jeni autokraci elektorale. Autokraci elektorale që je sistem autoritar, po me zgjedhje, që bën ca zgjedhje. Tani bën një lloj procesi. Po, që shoqërohet me zgjedhje. Pra dhe media nuk ishte si shpëtonte këtu, është pra qeveri, parlament, drejtësi, media. Parlamenti, drejtësia, dihet çfarë performance ka dhe media. Dhe ka ardhur duke e joshur, duke e blert. Duke i dhënë pjesë nga pasuria e vendit, pjesë nga duke e futur në gara, duke i dhënë në gara tenderash, lejesh, sekseresh për çfarëdo lloj pjesë të jetës. Dhe ka qenë ndryshe, është mbajtur deri diku, ka pasur një balancë. Ajo që më shqetëson mua tani është zhbalancimi në një krah. Po të shikojmë, sepse ka ekzistuar gjithmonë, politikanët gjithmonë duan me mbajt me kap media, me e influencu media. Në fillim ka qenë influencë, pra, ka qenë me gazetarët botues, që kishin marrëdhënie me politikën. Pra, diku një hapje gazete, diku një kronik, diku një intervistë. Po kjo quhet influencë, kjo quhet ndikim, her pas here. Ne sot nuk kemi më këtu. Dhe tregu mediatik ka qenë i balancuar, sa ka pas majtas ka pas djathtas, qëndrime ose kur ka qenë PD-ja ka pas media të majta goxha, ka pas disa media të majta që mbanin qëndrimin e kundër qeverisë Berishës. Tani ne kemi një zhbalancim, ky është problemi. Si në gjitha institucionet e tjera. Mu më kujtohet në babi kur shkruante një artikull apo një gjë që ishte koditës, po them, për qeverinë, apo një media tjetër, dhe gjithmonë ishte bëj një problem i madh që është bërë ky artikull. Pra nëse thua bëshe një artikull në lidhje me një aferë korruptive, ishte problem për gjithë qeverinë, merreshin masa, pavarësisht ishte PS-ja apo PD-ja. Kurse sot dalin ngjarje nga më të rënda dhe nuk ka një impakt, po them, po nuk ka një impakt, qeveria se shikon as si problem që Arion Sullo ka bërë një artikull, po theme, që mos ta marrim se kështu, ka bërë një artikull për Klevis Balliun, ku e shikon Klevis Balliun të përfshirë në një aferë korruptive, është kapur me 500.000 euro që nuk i kishte deklaruar. Kjo nuk bën më përshtypje. Kjo nga çfarë vjen? Nga kthimi nga goditja e madhe që i ka bërë politika, posaçërisht Edi Rama, medias duke kthyer atë të pabesueshme dhe nga kapja e tij. Pra nuk është vetëm retorika, Kazan, Puset, media si ata që nderojnë si lejnë, që janë, këto janë, domethënë, duke bërë fushat elektorale, domethënë, analistët atje që i krahason me qendë rrugës. Kjo është vetëm njëra pjesë, me vogla themun. Tjetra është kapja. Tjetra është blerja. Qofse të kapet, blen ti to pasojë në efekte anësore. Ti je i mbaruar, ti nuk do thuash dot asgjë dhe ti në sytë e publikut bëhesh i pabesueshëm. Pra ti bëhesh, ndarja është mungesa e gazetarisë pavarur, pra ne kemi media të lirë, po se kemi të pavarur. Ky është problemi që kemi ne. Ne s'kemi media të pavarur. Por faza e dytë do ishim prap jo kaq keq se të kishim media të majt, media të djathtë. Pra të themi të angazhuara për Partinë Demokratike, sepse dihet, të angazhuara për PD-n, të angazhuara për PS-n, për partitë e tjera. Ne tani përveç televizioni që edhe ai po bëhet me godite, nxirre, tatime, gjëra, ne gjitha balanca është në favor të gjigantëve të krahut majt, të krahut të qeverisë. Pra, dhe e dyta ishte blerja e treta është
është shuarja që është shumë kryesore e gazetarëve të pavarur. Duke hequr atyre profesionin, duke hequr atyre mundësinë, duke goditur, duke marrë outletet e mëdha, pra firmat e mëdha, ti me gazetar sot pavarur nuk shkon dot në ato televizion. Pra të pritet rruga e të zem e investigimit. Pritet rruga e mos prek këtu, mos e lajmit të investigativ apo të gjërave që bëjnë afera dhe korupsione. Atëherë çfarë mbetet media? Mbetet propaganda që thamë që fillim dhe pse ne njerëzve nuk e hedhim dot. Sepse njerëzit e jetojnë jetën për ditë, ti nëse u jep një lajm që Samiti diasporës është sukses sepse qeveria ka bërë shumë për emigrantët, kjo s'ka vend ku të ri, sepse çdo familje shqiptare ka emigrant jashtë, te familja e vogël. Pas janë 10-ra te rrethi parë. Te familja e vogël ke 1 deri në 2, 3, 4 raste janë të gjithë familja. Si të thuash ti që ne kemi bërë sukses ne po bëjmë shumë gjëra për emigrantët kur ti emigrantët kanë. Pra, qofse ti nuk bën ta marr shembull, pra të bëjmë në ditën e Samitit diasporës, ti japësh Samitin diasporës, po të bësh edhe një gjë të thelluar. Ora, çfarë është diaspora shqiptare? Ku është diaspora shqiptare? Pse është kaq shumë? Pse jemi të parët në Ballkan, apo kthehen siç thot kryeministri, po ata që po kthehen çfarë po bëjnë? Këtu ti fiton besueshmërinë. Ne fitojmë dot besueshmërinë. Ne kemi humbur besueshmërinë. Ka një skev, mund të jesh i kapur dhe të jesh i besueshëm, nuk flet dot. Më bën përshtypje një gjë shpesh neve na bën që të dalim nëpër media, por është gati e pamundur të gjesh për shembull kundërshtarin politik. Dhe kjo vjen me atë që thua ti që nuk ka më të pavarur, por ka funksionar, analist funksionar një lloj mënyre. Dhe na bën që të përballemi më së shumti me analistë që mund mos të jenë dakord me pikpamjet tona. Dhe duke qenë që ka rënë dhe pesha e diskursit publik, duke qenë që nuk ka më mosbesim. Kjo është e qëllim. A mos duhet të ketë një formë tjetër reagimi, sepse pavarësisht gjithave, pushteti i medias është i nevojshëm për të bërë ndryshim. Çfarë do lloj ndryshimi? Tjetër ai, po është i nevojshëm se pa cilin është shumë vështirë të vijë, se nuk ke informacion. A mos duhet të ketë një qasje tjetër nga gazetarët, po them apo analistët, që në vend të bëjnë këtë që pse shpesh ai na thonë, jo, unë po e bëj pjesën time se po flas në televizion. Po nëse vetëm flet në televizion dhe ti thua që kjo nuk ka më vlerë dhe nuk ka më peshë, se nuk ta beson kush, a mos duhet një qasje tjetër? Nëse do duhet, cila do ishte një formë tjetër që mund të ndërmarrin gazetarët, analistët? Është në tërgjegjen e çdo gazetari. Për mua nuk ka formë tjetër, sepse ajo që thoni ju që debatet publike, analizat publike janë tashmë në rrezik shumë të madh ose nuk janë kanë kthyer të panevojshme, kanë dalë të panevojshme, është se kemi probleme me kapjen e medias. Nëse ne do kishim analiza, debate, një përfaqësues PS-s, një përfaqësues të PD-s, ajo do kishte jashtëzakonisht vlerë. Do kishte vlerë. Po do kishte vlerë ajo, do kishte vlerë. Çfarë ka ndodhur? Kjo është heqja e përfaqësuesve të qeverisë. Llogaridhënia, nuk ka llogari, nuk vinë në parlament përballë opozitës, nuk vinë përballë gazetarëve. Vinë kur duan ata, se vinë sa për të thënë që lën një gjurmë, shkon ne jemi një muaj, 2 muaj, 3, nuk vinë për çështje të rëndësishme. Atëherë ti si shikues e kthen domethënë nuk e ke nevojë të ndjekësh në ditën e skandaleve të qeverisë, ti të shikosh çfarë do bëj opozita. Kjo është kthyer në Barcelet. Ata kanë skandale, janë spa, kanë imunitete për të hequr ose për të diskutuar. Në shumë media diskutohet si do sillet opozita në protestën e radhës, çfarë do bëj. Pse? Po kjo është nga e keqja, sepse është minuar debati publik me qëllim nga qeveria dhe do shkojnë vetëm opozitarët. Opozitarët dihet që do kenë denoncimin, do ta bëjnë sërish, por ka palë përballë dhe nuk është ajo tema. Tema është tjetër, tema është qeveria. Opozita do ketë pjesën e vet, ka zgjedhje për mendimin tim. Por rikthimi i debatit, siç duhet të jetë me përfaqësues të PS-s, me të gjithë, është problem që ne e ka bërë politika, po e kemi pranuar ne. Kemi pranuar ne mungesën e tyre dhe vazhdimin e profesionit, po është profesion që nuk është më profesion, nuk është më punë, nuk s'ka më profesion. Është profesion, se ti po bën një gjë që nuk është profesionale. S'ke dy palët, po i kërkon llogari opozitës si sillet gjithkohon dhe qeverinë sepse nuk e arrin dot. Ndryshimi pra për të ardhur është
Po është në ndërgjegjjen e secilit, nuk ka, ne s'kemi as organizime, nuk kemi as fuqi në Shqipëri të individëve mediatik për të bërë një bashkërendim, për të vendosur ta zëm një standard, të vendosur një standard që kjo nuk bëhet si çështja e kasetave. Në fillim u fol për kasetat, u bë, pastaj u kalua pragu edhe nuk flet me njeriu, u kalua ajo. Kaloi limitin. Kaloi. Për ta mbyllur një pyetje të fundit, një gjë që bie në sy në Shqipëri, rrjetet sociale janë të rëndësishme dhe deri diku kanë bërë një lloj zëvendësimi të mungesës që mund të kesh në hapësirën mediatike në rrjetet sociale. Por rrjetet sociale në Shqipëri janë shoqëruar me një fenomen shumë çuditshëm, portale të pafundme. Janë portale diku janë dhe faqe, po që duken sikur janë web page. Pra, kjo vjen në mënyrë të rastësishme, apo është e mirë menduar, pikërisht për të vazhduar goditjen e asaj që është media e vërtet. Se më kujtohet kur dilte një shkrim në gazetë, vjesh e emri. Sikur një fjali ishte gabim, do duhet të nesërmen gazeta të të bënte një tërheqje, një përgënjeshtrim. Prandaj kishte autoritet kur nuk bëhej përgënjeshtrimi. Kurse sot dalin lajme nga më të çuditshme, nga më të çmentura. Mund të thuash çfarë të duash, dhe s'ka asnjë tërheqje. Ka portale që shkruajnë filan deputet është i përfshirë në vrasje dhe nuk mban përgjegjësi. Filan deputet është homoseksual apo s'është homoseksual sipas dëshirës së një portali. Pra diskurse që hyjnë deri edhe në familje dhe nuk mbahet asnjë përgjegjësi. Kjo ka ardhur si plan dhe pyetja e fundit që kam unë është cila është qasja që duhet ketë politika, një politikë që do ta zgjidhë këtë problem. Çfarë duhet bëj? Kjo që thoni ju është pasoja e daljes së medias nga roli vet, nga kapja e medias. Do të thënë media e ndikuar, influencuar nga qeveria. Kjo që thoni ju është shumë fenomeni keq, është shumë fenomeni i rëndë, në kuptimin sepse ajo bën që të ketë shumë informacion dhe zero informacion njëkohësisht. Ajo na bën të pabesueshëm ne. Shumë informacion dhe zero informacion. Po patjetër, sepse janë 1000 portale. Kupton, të shikoj televizionet sa kemi, një vend si Shqipëria nuk ka kaq. Kjo është bërë me qëllim. Hapja e gazetave, po ta kesh parasysh në vitin 2000 ca, nuk kish gazetarët i kapnin rrugës dhe i thoshin e janë punë një pronar gazete se do hap gazetë të re. Dhe ishin ndërtuesa në vitin 2000, 2001, 2002, 2003, pati një boom. Ishin ndërtuesa gjithë që punonin me Bashkinë e Tiranës dhe shoqërohej me një gazetë. Ishin ndërtuesa që po hapnin tani gazeta. Gazeta, vitet 2000, kjo, fillimi. Se brezim se ka shumë. Po. E njëjta gjë, po në pak më sepse televizionet pak më pak, sepse televizionet kushtojnë më shumë investimi, ka ndodhur me televizione. Pra çfarë bëhet? Shpërndahet mesazhi në një vend kaq të vogël, ka shumë buri që buçasin, ka shumë zëra që flasin dhe kakofonia bën mungesën e qartësisë, zero informacion, shumë informacion, zero informacion i saktë. Kjo që ka ndodhur me sharjet është dhe liria e internetit, po është dhe e qëllimshme, është dhe liria që ka sjell, po jo në qoftë se ne do kishim outletet të mëdha, në qoftë se do kishim media të mëdha, serioze siç thoni ju, gazetat kanë vdekur në thonjza. Po në vendet perëndimore nuk kanë vdekur. Jo, vazhdo. Sepse ata e kanë gjetur ilaçin, ata të japin çmimin që paguaje te kioska, paguaje për gazetën print te kioska, e paguan prapë ata, po për ne që e paguaje tani ata ta marrin online, një artikull, 2 artikull ose 10 artikull në muaj nëse ti nënshkruan, po pjesa tjetër duhet ta abonohesh. Po. Në online. Po. Në online ti kemi free, pse vallë? Informacioni kushton. Pra të paregulluar. Nuk edhe pyetjen po nga çfarë financohen këto portale? Po të paregulluar, po patjetër që ta thash në fillim që atë politik, krim, para të pista. Por unë mendoj sepse hapi i parë, shkaku kryesor që jemi në këtë gazetari domethënë të akuzave të reme, të pabesueshme, të paregulluar dhe në rrezik për tu paditur dhe për të çuar për të dalë para drejtësisë, është problemi i parë i kapjes. Nëse ti nuk do kishe media të kapur, ti do kishe referencë media dhe nuk kishte më nevojë, po duke media kryesore duke mos i bërë lajmet,
ti lexon, ti shkon si lexues se ke nevojë për të vërtetën. Ti do shkosh te 1, 2, 3, 4, 100, 1000 të tjera. Sepse është kaskadë, është efekti kaskadë. Ti do shkosh te e dyta, te e treta, te e katërta që del, se bëhet një organizim del, po ajo kapet sërish, kapet tjetra, po kapet sërish, po njëra ikën me të djathtë, njëra ikën me të majtën, njëra ikën me biznesin, pra rregullohen për të mbijetuar. Kurse ne nëse do kishim pavarësi, nuk do kishte nevojë, do kishe pra mungesa e të vërtetës ka bërë që ajo të shumohet dhe të kalojë në dorë jo profesionistësh dhe në dorë aq më keq, në dorë të interesuarish, të qeverisë, të krimit, që kanë interes për ta spinuar të vërtetën dhe për të thënë të vërtetat e tyre në rastin që ti përmendje të shpifjeve të tyre, të akuzave të tyre, për interesin e tyre, për presion, dhe deri në zhvatje, se haruam dhe deri në zhvatjen, shantazhin që është problemi kryesor. Po, duke mos thënë të vërtetat, në sheshin kryesor, në pjacën kryesore të gjës që duhet të ishin debate, televizionet e mëdhaja, mediat e mëdhaja, i lihet rrugë, i lihet shteg që në emër të lirisë, dhe kemi dhe në emër të lirisë së shprehjes, që të dalin gjysmë të vërteta ku do tjetër shpifje, shantazhe, presione. Unë kështu e shikoj, rregullimi, politika, është e vështirë se do kemi ndeshjen me lirinë e shprehjes, sepse t'ja lësh politikës në dorë, do me thënë që ata prap do ndërhyjnë sepse janë objekti medias, si me thënë. Rregullimi do të ishte tek vetë media. Rregullimi është te vetë media, të thash, është ndërgjegjen e secilit. Por ne nuk kemi edhe ligjet bazë, do me thënë ato 2-3 gjëra që kemi nuk i kemi sipas standardit që duhet të jetë. Për televizionet, për portalet, nuk zbatohen sepse politika thotë lëre se i bën një nder dhe është në borxh me mua. Unë të falenderoj shumë për intervistën. Është një çështje që nuk është diskutuar shpesh. Patjetër që mund të zgjasë edhe më shumë diskutimi për këtë, por marr nga perspektiva e një njeriu që e njeh dhe është pjesë e asaj bote, ndalin gjëra të cilat shumë për shkak qytetar nëse i thot politika apo flet politika, janë ato që thua ti që është dhe politika e pabesueshme, ose është vice versa ajo. Po kur e shikon nga brenda normalisht i shef më shumë. Unë të falenderoj shumë për mundësinë që më dhe që të vish në podcastin tim dhe shpresoj që të kemi mundësi të tjera. Me kënaqësi. Faleminderit.